Deri tani janë regjistruar dy reagime të forta nga eksponent Partisë Socialiste për çështjen e protestës së djeshme në Zvërnec, ku bandit, jo polici private, s'funksionon polici private, tërheqin zvarr protestues dhe i çojnë në kapanon. Praktikisht është pengmarrje. Erion Braça dhe Petro Koçi ka reaguar fort në rrjetet sociale, dy socialistë vjetër, dhe natyrisht drejtori i policisë, i cili shkarkoi drejtorin e policisë Vlorës për fshehje të faktit penal dhe manipulim të opinionit publik në fakt. Të thoni ju PD-ja ku është. Po shikoni kush janë pronarët e tokës, cilat banka janë. Dhe janë njerëz të afërt me si e ka ky ripërtyp si ripërtëritsin qeverisë jotja. Ka që historia është e thjeshtë. Na doli goja brapa, duhet folur për një opozitë të shitur, kuislinge. Dhe nuk mjafton vetëm heshtja PD-s, po del dhe Çim Peka edhe thotë që protestat i organizon Edi Rama kundër investitorëve për të rritur pazarin. Po ju vazhdoni shkoni aty të ripërtëritja, ripjellja çashkë e pllatit kongresit. Aty, Shqipërinë e ka shitur të dytë bashkë. Dhe janë pronar bashkë të dytë Shqipërisë. Po ju bërtisni edhe bëni revolucione imagjinare.